Mirëmbrëma miq dhe armiq, mirë se keni riardhur në laboratorin ton të kujtesës, sërish në këtë mbrëmje speciale me krye nostalgjikun e mbrëmjeve tona u vil Zajmin. Mirëmbrëma, faleminderit për përcaktimin. Sa herë që do vish do kesh një përcaktim të ri që si ngjan njëri dhe tjetrit, ose njëra tjetrit. Faleminderit. Zajmi, në gjithë të koleksionin tënd të nostalgjisë shqiptare, të cilin në vend në të cilin ti ke vend të patjetërsueshëm në gjithë të arsye të shkruar edhe kudo që ti boton materialet e tua apo edhe koleksionet e tua, me qëra fjala të shkojnë shumë këto syzet e kaltërta kur flet për nostalgjinë. Po ndoshta ka lidhje edhe me temën e sotme. Një nga arsyet që jemi sot bashkë në këtë studio ka të bëjë dhe me mësimin e gjuhëve të huaja përpara viteve 90. Por sidomos me një botë ku ndoshta sot shkarazi ose mirë apo për keq, po mendoj për keq, ka humbur dhe që është mësimi i gjuhës italiane. Shoqë në tavolinë na ke sjellur një koleksion letrash të cilat meritojnë që për këtë periudhë për mendimin tim të futen në një muze. Ose ndoshta jam unë i dhënë pak pas këtyre gjërave dhe i shoh të tilla. Më thuaj pak, cila ka qenë gjuha më e përhapur që mësoheshe në për shtëpira, në për kurse, shtëpish, apo dhe vetvetiu, italishtja? Shiko, ajo më vjen mirë që e trajton këtë temë, sepse sigurisht që gjuha huaj ka qenë është një tjetër pjesë e nostalgjisë, një tjetër pjesë shumë e rëndësishme e jetës tonë dhe për mënyrën se si ne shqiptarët tentonim përvetësonim gjuhët huaja. Mos harrojmë që ne nga gjuhët e huaja, ajo që trashëguam në vendin tonë ka qenë gjuha ruse, sepse flas për periudhën 50-65, sepse studion jashtë, mbaruan jashtë dhe nëpër shkolla u jepte gjuhë rusishte. Sigurisht një pjesë e kishin dhe traditë familjare kush kishte mbaruar në Itali, në Francë, që gjuhën kishin një impakt para me këtë gjuhë në familjet e tyre. Unë do t'i referohem viteve 65, kur për herë të parë në Shqipëri u fut sistemi anglishtja. Dhe unë mund të kem qenë brezi i parë në shkollën Avni Rustemi, flasim në klasë 5, por që në disa shkolla të Tiranës u fut mekanizmi i gjuhës angleze. Se si u lejua, se si nuk u lejua, pra nuk kam informacion, por që ky është fakt. Dhe në shtëpi kam edhe librat, 5 librat e 5 viteve, nga klasa 5, 6, 7, 8, anglisht 1, anglisht 2, anglisht 3, anglisht 4, pra që u mësonim. Ishte një eveniment shumë i madh dhe shumë familje i dërgonin fëmijët e tyre në klasë 5 në shkollat ku ishte anglishtja, sepse donin të shkëputeshin nga rusishtja një. Rusishtja në farë mënyre kishte filluar mos kishte më frekuentimin që atë me raportet me Bashkimin Sovjetik ishin prisur, gjuhë e rëndë, e vështirë dhe që nuk kishte një impakt të shpejt dhe të mirë dhe të bukur dhe të pëlqyeshëm nga shqiptarët. Sigurisht edhe me gjuhët e shteteve përreth nuk kishim shumë lidhje, sidomos me Greqinë, me Jugosllavinë, pra nuk kishim një impakt dhe ajo që ishte më tepër afër nesh ishte Italia. Për faktin se shumë shqiptarë kishin mësuar në Itali, familjar, pra një ndër to ka qenë dhe baba i madh, që kishte diplomuar në Rom. Dhe kur në klasën e 5 ram në kontakt me anglishtën, pra për të treguar anglishtën, ishte gjuha parë që patëm një përballje, krejtësisht asnjë lloj orientimi, asnjë fjalë, asgjë. Nëse italisht diçka mund kisha dëgjuar, për cilën mund të them pak më vonë se si për dal tek këto letrat, dhe ishte anglishtja. Mbaj mend në 2 mësueset e para. Ka qenë Diana Kurtezi, them emrin, dhe zysha tjetër që është Tatiana Klosi, që kur i takoj sot përqafohemi me një mallë të jashtëzakonshëm. Mësueset e para në klasë të 5 Avni Rustemin. Se si edhe me gestikulacione na mësoni që gjuha duhet të jetë këtu kur thu how are you me radhë, edhe se si u praktikonte, si u mësua ajo gjuhë në ato 4 vite, sa bukur. Sigurisht që kontakti nuk kishte me televizioni, nuk kishte, me radio nuk kishte, gjuha angleze një farë mënyre nuk mundet që të kishim, por ishte një lloj mësimi që bënim në shkollë, me shënime, me fletore dhe me fjalorin që ky është impakti i parë në 4 vite të shkollës me anglishtën. Pati një përhapje,
shumë pasion për të mësuar anglishtën, madje edhe sot që flas, e kam nga ato vitet mësuara me një vullnet, dëshirë, këmbgulje, pasionin e mësuesve me radhë, mësuesit e shiko si i majmend, pra gjithçka. Për anglishtën, e cila pastaj në shkollën e mesme u riktheva prap ke rusishtja. Ke rusishtja, fillova rusishtën nga e pare sepse s'kishte në Politeknikum anglisht. Pra, u riktheva pastaj në vite që edhe në fakultete me radhë, nuk pata një impakt vite më vonë në gjimnaze, filloi anglishtja, pra shkoputja me rusishtën, ka qenë një lloj sistemi arsimor që e kondiciononte, kushtozonte këtë. Flas për Tiranën, edhe në përrethe, gjykoj që i njëjti mekanizëm, se mos harrojmë duhesh gjendur edhe mësueset që kishin mbaruar për anglisht që t'i jepnin mësim, nuk ishte e thjeshtë, shumë pak kishte në ato kohë. Ajo që mund të them unë është për gjuhët e tjera, është se preferoje frëngjishtja. Një gjuhë që kërkohej pra dhe që shumë fëmijë i kanë mësuar, nuk ishte në shkolla, për ashtu gjuhët e huaja, por e kanë mësuar në privatisht. Në mënyrë individuale të ndaluar, e kanë mësuar privatisht. Unë kujtoj sot tjera që Qiriakon, pedagogun, mësuesin, shahisin e famshëm, jepte frëngjisht fshehurazi. Motra ime ke 21 dhjetori, pak ke ish uzina në verë, kishte shtëpinë, shkonte dhe privatisht. Si ky kishte edhe të tjerë. Flasën përgjithësia, edhe por pasioni për të mësuar gjuhën, anglisht, frëngjisht dhe për të ardhur pastaj kek gjuha italishtes. Italishtja ka patur një impakt të jashtëzakonshëm tek ne, për faktin si thash që e provokuar nga fillimisht nga kush kishte familje, njerëz që kishin mbaruar në Itali dhe që ishin kthyer. Për shembull, ke shkolla në Rustemi në klasë 5, isha unë dhe Starova, që kemi qenë dy shokë edhe që vazhdojmë dhe miqësinë sot. Jadi Starovës avokat, Petriti mbaruar në Bolonjë dhe i mat mbaruar dhe që kishim një impakt me italishten. Babai fliste në italisht në shtëpi me maman, hapte radion, dëgjonte, jemi në vitet 65-70, akoma nuk ka hyrë televizori intensiv. Po kështu dhe Starova, pra kishte një impakt folës italisht në shtëpi që veshi një farë mënyrë thyej, fillonin të kishe një lloj kontakti me këtë gjuhë, e bukur, me radhë, pra dhe unë mund të them që në vitet 65 është kontakti, ajo lidhja që nis lidhja jonë me gjuhën italiane. Dhe krahas anglishtes, ne ishim shumë të pasionuar dhe pas asaj gjuhe. Radio, filloi pastaj televizori, unë kujtoj që në shtëpi vinte shumë shpesh Maria, italiane, gruaja e Sabrit Tuçit, skulptorit, martuar në Itali, ku babai kishte jetuar në Itali 5 vite me Marien, me Sabriun. Dhe ajo vinte nga Durrësi, vinte në shtëpi tek ne për takuar babain, maman dhe që vinte ke fëmijët e tjerë që kishte në Tiranë. Dhe kujtoj që e folura italisht ishte në mënyrë se ajo nuk fliste shumë shqip. Dhe kujtoj në mënyrë intensive që flisnin pra italisht, dhe unë që mund të dëgjoja prak në ato lloj fillime. Por ajo që ne na ka shtyr, ka qenë një mbështetës ose një ndihmë absolute, kanë qenë këngët italiane. Flas në radio, këngë italiane në radio, sepse televizori në vitet 70 filloi të jetë edhe sporti. Këngët italiane dhe sporti, por këngët italiane janë të jashtëzakonshme. Ato janë zanafilla e mësimit të gjuhës italiane, flas për brezin tim, për brezin tim Tiranën e atyre viteve. Po pse duhet ishte kaq masive italishtja, Zajmi? Çka, ishte afër. Ishte afër. Afër, një gjuhë e bukur, gjuhë komunikuese. Ne edhe sot ruajmë një vlerësimi për muzikën, artin. Dashni e madhe në gjitha drejtimet. Ne ka qenë fat që Shqipëria ka pasur Italin afër, edhe pse bunkerët me dritaret atyre janë prap nga Italia. Nga Italia so mendodhe që armiku mund vite nga ajri, nga deti e me radhë, por ka qenë një fat, një shtet me një kulturë, me një zhvillim, gjithçka tillë, ta kisha aq afër, ishte një fat i madh për ne. Dhe impakti ka qenë në çdo moment ka qenë i lidhur me Italinë. Në shumë drejtime, por që e provokuar nga këto që kishin mbaruar, e me çdo gjonim, dhe që pastaj për brezin tim, për ne ishte radio dhe këngët muzika italiane. Hit Paredi? Jo, pak më vonë. Pak më vonë. Por që sigurisht që edhe Hit Paredi atyre viteve. Unë për shembull kam administroj një shtëpi, kam që më rikthejnë dhe që kujtoj si është mësuar fjalët e para italiane, si pra shënimet,
kohët pasato remoto, pra që kishim dhe që diskutoni me njëri tjetrin, pra kohët e arshmja, e afërt e arshmja, e shkua, si kujtoj të shqip. Dhe një ndër ato që më rikthinte me nostalgjie dhe me një lloj emocioni janë këngët. Mos më thuaj që ke marrë me vete Këto janë këngë, shiko, këto janë këngë. Kjo është këngë e vitit 1966, në klasë 5. E shkruar nga motra e Starovës, Suleman Starovës, i cilën ai binte në klasë. Dhe gjithë klasa kopionim këngët. Ai ishte më e madhe dhe i merrte këngët nga radio. Pra It Parade e me radhë. Starova ne binte në klasë dhe ne i kopionim. Kjo këngë rastësisht më ka ngelur, kjo fletë më ka ngelur në shtëpi. Është e 66-s, Un mondo d'amor. Numri 3, Gianni Morandi, Un mondo d'amore. Edhe e shkruar Prato Verde. E shkruar Elian me gërm, jo italisht, sepse jemi në fillimet, pra. Nuk respektonim 2C, 2H, pra, dhe Dove nascono speranze. Dhe, pastaj kjo është një këngë me cilën kam një histori kur Gianni Morandi erdhi në Tiranë që Mustafa. Ja tregova, nuk e besonte, madje edhe ja këndova dhe u habit se si vjen në Tiranë. 2002 kur erdhi me ekipin përfaqësues të Italisë për futbollistët. I tregove këtë? I tregova këtë që kam unë në duar. Ai e pa, u befasu dhe nuk mund ta besonte. Dhe kur mbaroi për të vlerësuar, më dha fanellën se s'kishte se si ditë kisha unë me vete, domethënë nuk kishte ç'mjepte, por pastaj një këngë tjetër e shkruar me gërma dore prate. Un uomo piange solo per amore, gli occhi miei, Sergio Intrigos, Bobby Solis, dhe shiko se si janë. Pra janë, dhe si I kam ruajtur. 204 zajmi. Pra për treguar që se si mësoj, kanë qenë një element shumë I rëndësishëm për që na kanë ndihmuar për të mësuar fjalët, këngët. Pra është një koleksion. Gli occhi miei, Po, gli occhi miei, po kanë qenë Un uomo piange solo per amore. Janë këngë. Falë se po më hapet goja se ose kjo tjetra për shembull. Quanto è bella lei, Gianni Nazza, io vagabondo. Këngë që cilat Giardini di Marzo, Viaggio di un poeta, të gjithë janë të shkruar me gërm, po shikosh të asaj kohe. Pastaj pas viteve 70, raportet pak ndryshuan sepse ç'është e vërteta, televizori u fut. Ma jep njërën të lutem ta adhuroj nga ky perfeksioni jo që I ke ruajtur kështu, po këto këngë të Celentanos, quanti belli colori, këto kopioheshin nga kolegët e tjerë, nga shokët e tjerë. Gjithë I shpërndanim klasë, mos harrojmë jemi në 8 vjeçare, Jemi në 8 vjeçare nga klasa 5 deri në klasë të 8. Jemi vitet 66-70. Llogarit se çfarë dëshira, pasioni, anglishtja zyrtarisht pra që mësoj, që kishim 2 herë në javë gjuhën, dhe italishtja që ishte në mënyrë individuale. Dhe në vitet 70 ne flisnim italisht, komunikonim italisht. Unë me gjithë Starovën kemi një rast unikal. Në vitet 70 kemi qenë në kampin e pionerëve në Durrës. Jo kampin e rinis, jo të pionerëve. Dhe aty kemi njohur një italian, Dario Manzaroli, mjek, kishte ardhur në grupin e këtyre që vinin të italianëve demokratë, si quheshin pra këto që vinin marksist-leninist. Dhe kemi takuar në hotel turizmi, Adriatik. Dhe u kriju një miqësi llogarit në atë lloj fshehje, ti flasim, mos ti flasim, dhe krijum Dario Manzaroli. I kërkuam që të na dërgonte nga një poster të Interit. Dhe unë kam në shtëpi posterin kampion I Interit vitit 71 për të referuar kohës. Pra më dërgoj një mu Juventusin, një Beqerkukës një shokut ton, Milanin dhe Starovës Juventusin. Këte njeri e kam takuar pas viteve në 98-99, kur kam qenë në Rimini, San Marino afër nuk e besonte. Se si u kujto, pra një ngjarje për që janë për kohën, për të treguar që komunikimi jonë italisht në vitet më llogaritmë as në klasë të 8, apo jo, dhe pikrisht në klasën e 8, edhe kjo është një detaj që e maj mend dhe që një farë mënyrë edhe I kam shkruar, Celentano fiton Sanremo me këngën Chi non lavora non fa l'amore, e famshme. Ka qenë mars, fillimi marsit, ne ishim në pushim 5 minutë. Starova kishte dalë përpara ndrasën e zezë dhe dirigjonte ne klasa që kënonim Chi non lavora non fa l'amore. Dhe Starova që drejton, hape dera dhe hyn mësuesja e fizikës. Mësuese fizike Sadete Çuçi. I deputete, po një grua zonjë, mësuese fizika e Oshtangu, që janë këto që pëgnojnë këte këngë italiane. Dhe si që ishte, ne ngelëm,
I thot Starovës, zbrit të nxënë, zbrit, sa kishte ardhur kjo? Zbrit poshtë dhe merr shkumsat, ke salla mësuesve. Dhe ndërkohë që Starova i mpir, zbriti poshtë për të marrë, ajo na drejtua neve. Shikoni nxënës tha. Kjo mund të jetë një këngë që mund të ketë një melodi të bukur, por ju nuk e dini tekstin, ku bëhet fjalë për se si në shtetin borgjez, pra nuk punëtori, nuk mund të me radhë folja ajo, por as pati as një reagim që shkote në drejtori, se mund të mblitë drejtoria, thyeshi nota në sjellje, të kishte masa, përkundërzi e mbylli aty. Nuk e harroj këtë mësuese edhe për këtë lloj fakti. Pastaj, gjua italishtja vazhdoi, nëse anglishtja për shumë njerëz u kufizu, se s'kisha kontakte, gjua nuk u praktikonte, pra u kufizua, ndërsa italishtja ishte e përditshme. Radio, muzika, televizori, që mbanin. Kështu që ky ka qenë pra se si një mënyrë, se si ne shqiptarët, mos harrojmë dhe një detaj tjetër, që filmat kanë ndikuar në mënyrë absolute. Filmat që me anglishtën vetëm me filma komunikonim. Sepse flitej anglisht dhe ishin titrat poshtë, por si do qoftë komunikonim, çfarë detyruam ne që të mësojmë serbishtën, sepse ishin filmat që shikonim ke kanali Jugoslav. Dhe ishe detyruar pra Druža Moja, plus këngët, muzika jugoslave, serbe, ishin fjalët. Edhe shumë fjalë, unë kujtoj sot, sepse filloi dhe një lloj stili mode në vitet 70, të fliqe pardon në rrugë, të flisje një fjalë serbisht, të flisje një fjalë italisht, deri në 73-shën, nëse unë aty ndaj pas fjalimit famshëm të Merozës, kur u kufizua dhe e folur, e do t'ishe shumë i kujdesshëm, nuk mundet të ishe në mënyrë publike që një italishtën pasionin, për anglishtën, për këto. Kështu që kjo është një farë mënyre. Po në një person është kapur me këto shënime? Ja, sepse këto ishin shumë personale, private dhe ka qenë dhe një pasion, plus muzika, kënga, po dhe shkruajtur shumë bukur. Shiko si maj mend dhe kohët, pasato remoto, që i mbanim shënime dhe në klasë, diskutonim me njëri tjetrin, italisht kjo, kush ishte një fjalor, e sillte, e bënte. Dhe që i kam ruajtur gjitha këto se më rikthejnë edhe emocionalisht për kohën, janë pjesë të rinisë, të mjët, pa dhe të brezit tim. Po kjo e shkruara kështu të bën dhe të mësoj, si e bëja? Pra, sot, sepse edhe një detaj që dita me 1 shtatori për ne kishte shumë rëndësi, për një detaj shumë të rëndësishëm. Fillimi i shkollës. Pse kishte rëndësi 1 shtatori për ne? Kurios, rëndësi që fillonte shkolla me 1 shtator, por gjithë shkonim ke orari mësimeve. Ishit të lartë, të ndruar, të rregullt. Gjithçka, por të gjithë shkonim ke orari mësimeve, sepse dëshironim ose donim që dita e hënë dhe premte, kur ishte i të parej famshëm me Leli Lutacit, ne të kishim 5 orë, sepse ditën e premte ishte në orën 1:05 dhe ditën e hënë në orën 1:20 përsëritje. Dhe gjë e madhe që nëse ditën e premte do të kishim 4 orë. Që të maronim, ose 5 orë që të maronim në 12:30 dhe me vrap të shkonim në shtëpi në 1:10 kapnim 1 të parejnë. Edhe për këtë fakt që sot unë shkruaja rrjeshtin e parë, kur jepte këngën, leja rrjeshtin e dytë bosh, dhe shkruaja rrjeshtin e tretë, bosh rrjeshtin e katërt dhe e plotsoja herës tjetër. Dhe këto tekste në një farë mënyre kështu janë shkruar. Por ishte një lloj veshji, mësimi pra, dhe sot e kemi një gjuhë që pothuajse kemi të dhuruar. Po kështu anglishtja, italishtja dhe frëngjishtja, si se thash, jo të gjithë, por me preferenca deri në vitet 80. Pastaj mundësit dikush të dilte, dikush... Kjo ka qenë në vijat përgjithshme. E ke folur me italianët në përgjithësi se si e mësonit ju italishtën? Kam treguar gjitha, sepse mu ka dhënë rasti, pastaj shoqëroj grupet italiane, miqë shok, nuk e besojnë. Nuk e besojnë sepse tek ato ajo lloj lirie për të mësuar gjuhën tek ne që ishte e kufizuar, ato nuk e kuptonin dot, se kuptojnë dot. Po ne jemi një popull që flasim gjithë 1-2-3 gjuhë pa diskutueshme. Për shembull në Shkodër flisin gjithë serbisht sepse nigjonin pozdravin, muzikën, italishtën. Se kam kuptuar kur të punën e Shkodrës. Po kështu vlonjatët, unë që jam nip Shkodrë dhe që kam jetuar me një kulturë, me një pasion të madh edhe ato për dhe sportin, mos harrojmë sepse të ndishje tutël calcio minuto për minuto, çdo të diel, ai lloj pasioni për atë futboll, për Serie A, ka qenë po mos dije gjuhën, pra edhe ajo ka qenë një lloj ndime, një lloj shtyse, nxitje për të, po gjuhë e bukur, afër e kishim, kështu që vajzat mësonin?
Të gjithë. Pra ishim të gjithë në një lloj trusnie pozitive për të mësuar. Absolutisht po. Ishte sepse gjithë ditën e hënë kur shkonim shkollë pas një lloj festivali, çfarë kishim parë, u diskutonte, kishte një lloj formimi, pasion, dëshirë për gjithçka. Dhe duke ditur pak gjuhën anglishtën, shikonim filmat me përkthimin, po në kinema një ndër që nxitës ka qenë edhe siç thash Filmin Helena Trojës unë edhe sot e maj mend anglisht pothuajse gjysmën e filmit. U mësonte, ishte i vetmi mjet që mund të komunikonin me anglisht apo jo, sepse vend tjetër s'kishim. Dhe filmat u komunikonim në mënyrë intensive, anglisht shkonim për t'i parë, edhe pse përkthimi dilte poshtë, por ne ishim kulmin e mësimit të anglishtës, pra dhe na pëlqente fjala, gjuha, dhe që shumë filma i manim për mënsh në anglisht. Prindrit si reagonin nga... Ju shikonin që shkruanin që... Jo, prindrit flasë për të mirë, dhe kisha njerëz intelektuale, babaj, një artist, më liberal ti, kishe më... Edhe i vinte mirë, i vinte mirë që merreshim përveç anglishtes edhe me italishtën. Dhe kur që t'ishte pengesi, thotë shiko, bëj kujdes, është një gjuhë që nuk të shërben, nuk të duhet, mirje me anglishtën e merë. Përkundërzi, flasë babaj, shpesh e flisni në shtëpi italisht, që mos t'i dëgjoja unë për një diçka që unë që s'duhet të flistin italisht, por që babaj e ka komunikuar italishtën. Sa e fliste në telefon me miqtë e tij në Itali, pra dhe që vitë 70 flasë, me ishtë studentët e tij dhe më kujtohet se si flisja, se si dëgjoja fjalën, se si mbaja një shënim. Pra, dëgjoja një fjalë, mbaja një shënim për ta parë një fjalor, si që ishte. Pra, ishte një mënyrë mekanizëm i tillë që, jo, pra, gjithë ne në ato vite, prindit kanë qenë shumë rrallë mund të ishin frenues të mësimit gjuhëve tuaja dhe është një lloj falenderimi sepse na kanë shërbyer një mjet komunikimi me botën e sotme dhe fal atij lloj angazhimi, tolerimi, mbështetje që kishim të tyre. Zajmi, faleminderit. Është gjithmonë kënaqësi të të kesh ty në studio. Më thuaj nëse do të shtosh diçka tjetër që nuk besoj që ke ti vjen gjithmonë pa shtesa këtu. Jo, përkundërzi. Por pyetja e fundit është një kurreshtje shumë personale, nuk e mbaj mend atë kam pyetur herë tjetër. Emri Uvil, me që jemi të italishtja edhe më pak të anglishtja, nga vjen? Kjo është një tjetër temë. Është një emër jashtëzakonisht i veçantë, i cili më ka shoqëruar në jetë edhe tani. Nuk e gjen, edhe në Shqipëri nuk besoj që të ketë shumë pak mundet, shumë vite më vonë, por një emër krejt i veçantë. Këtë emër e kam nga mamaja. Maja ka qenë libo vite, le rritur në Shkodër me një lloj formimi perëndimor dhe shumë autoritare, mësuese. Dhe kur linda unë, tha, djali do vej emrin Uvil. Babaj nuk ndërhyri, një emër gjerman, që kjo kishte lexuar, një emër gjerman, një emër që prindit kishin një lloj parimi që emri duhet të ketë një lloj lidhje me mbiemrin dhe që të jetë një emër që ta shoqërojë deri sa më shumë, sepse ka emra që janë përshtatshëm për moshën e re, por që nuk përshtaten për moshën e dytë e tretë. Pra donin që të kisha një emër i cili dhe realisht emri godet, pra Uvil Zajmi në një farë mënyrë godet. Është i lidhur dhe që tingëllon, një emër që më ka shoqëruar i veçantë dhe që siç e kam kënaqësinë që kam këtë emër, por sigurisht kam pas edhe pak probleme. Mamaja ishte si stash autoritare mësuese dhe që vendosit që emri im t'ishte Uvil. Për asaj e kam. Kam takuar gjerman, njerëz cilët më thonë që është një emër gjerman, simbol ka një yll, që është simboli një ylli që gjermanët e kanë, por që përdorin uve dhe vili, jo Uvil. Pra një emër që Uve Vili, pra edhe me kontakte që kam pas me këto dhe i pëlqen një emër gjerman, thonë, por që në Gjermani nuk e përdorin shumë dhe përdorin Uve dhe Vili. Ajo që unë mund them është se një emër i cili nuk ka qenë në kontaktin e parë, mbaj mend, Elian, mësueset. Po? Në çdo emision, në çdo vend, se si tingëllonte emri, kur u bënte apeli, sidomos në shkollë, ishte emri i fundit, Uja. Pra ishte emri i fundit dhe në klasën e parë me radhë me radhë, në klasë parë kam pas Bedia Kolliçin, klasë dytë maman time mësuese dhe mësueset e lexonin fillim dhe nuk kishte nevojë. Në klasë 5 ndroheshin mësueset. Pra e jepshin lëndë të ndryshme. Dhe shikonin emrin dhe ndalonin dhe shpeshherë ma gabonin, Ylviu, Ulvie, nuk më vinte mirë.
mësuesja që më ka thënë kanë qenë dy. Donika Muka, voleybolistja, që më ka dhënë fizik në klasë 5, erdhi lexoj dhe Sadete Çuçi, mësuesja që fola. E pa emrin tim, u vil Zajmi, tha, çoj kokën, kush është ky? Tha, unë u çova, ke banka e parafundit të rreshtit mesit, unë i thash jam. E ka lexuar, sepse në përgjithësi thash, po në shkollë, në fakultet, gjithmonë në për emisionet televizive, ylvime, jo i them, emrin e dua arbitër kur kam qenë gjithë kohës, pra drejton ndeshjen Ylvi Zajmi arbitri, kurse emrin kam dashur. Po mamaja ku e gjeti? E kishte lexuar një emër gjerman. Një emër një ylli gjerman, lexuar dikur, fiksuar. Pra dhe që emër i veçantë i cili edhe sot më pyesin. Unë sapo bëra një kërkim të shpejtë dhe më rezulton që në gjithë Republikën e Shqipërisë 105 veta quhen Elian, me J, jo me I. E kuptoj. Me I s'më duhet. Dhe këta janë të shtrirë më shumë në Tiranë dhe më pak në Shkodër, Vaudez, Vlorë. Dhe për këtë emër ka një shtrirje grafike, është dhe harta, si që shë. Po, pritashi. Është dhe harta që tregon se si i shtrihet emri im dhe ku është më i përhapur, sa djem dhe vajza ka, vajza nuk ka, se duhet ketë pjesën me A, dhe është një grafik për emrin tim. Të kërkojmë pak tani për emrin Uvil. Jam interesuar kohë më parë dhe të garantoj 7-8, po janë mas viteve 2000, se në ato vite edhe ka pas edhe një diçka, emri nuk ishte leqit vendosja. Nëse për emrin tim dilnin grafika, statistika edhe në vite sa është përhapur, për emrin tënd s'ka asgjë. Asgjë tregon. Dhe thot më pak se 10 persona e kanë këtë emër. Bravo. Domethënë nuk kam gabuar, 7-8 veta mund ta kenë dhe që e kanë pas viteve 2000. Ka dikush që më thotë që Uvil nga emri jot na ka pëlqyer dhe që ja kemi vënë, sepse në Shqipërinë përgjithësi përdoreshin emrat ata Gron, Arian, këto klasikët, emrat e Artan, familjarëve të lënë tash trashëgimi për shembull, kurse ky emër godiste dhe edhe sot godet. Kështu që kam kënaqësi që kam këtë emër. Mos u shoft emri. Edhe mbi emri i rëndësishëm është. Po, absolutisht. Po edhe emri janë të dy. Përfaqësojnë, unë e kam dhe nga babai që një piktor artist, shumë personazhe i shikonte edhe nga emri, nga zëri, pra fantazonte ky me këtë emër, ky me këtë zë, ky me këtë lloj paraqitje i shërbente apo jo për pikturat, për këtë, pra ishin dhe këto detaje, mbaruan një shkollë perëndimore që çdo detaj ka lidhje me personin, edhe ke emri ishte e kishin këtë lloj motra ka Anila Zajmi. Po ka dhe një Anila Zajmi, vajza Bujar Zajmi. Katanolli. Bravo, dhe por Zajmi babai thote që do të ndahet, do të vënë në janë mes Anila në Zajmi dhe i thote edhe Bujari, sa dhe i piktor. Bujar duhet Anila, Bujar Zajmi, sa që takohet me Anilën e Bujarit e kujton. Por që Anila ka qenë emër më masiv, kurse kështu që kjo është historia. Faleminderit. Faleminderit nga ju. Është kënaqësi të kesh në Uvilin në studio, të bisedosh me të për temat ndryshme, të ngjashme që kanë lidhje me nostalgjinë. Shihemi pas pak në temat tona të tjera që na prekin mes nostalgjisë kur ne lëvizim nëpër terrene dhe rubrika jone e veçantë quhet Amarkord dhe më pas do të kemi dhe një esencë arkiv që lidhet me një ngjarje të veçantë, por edhe me ditar nga e kaluara. Kthehemi pas pak me diçka tjetër.
Profesor, jemi në qendër të Tiranës, përballë katedrales ortodokse, te shtëpia me gjeve, me bunkerin prej të cilit ju jeni frymzuar për ta kthyer në një vepër arti. Bunkeri Kish. Bunkeri Kish. Ç'është ky bunker Kish që vjen në qendër të Tiranës, e cila është një ide fenomenale që ndodhi ku për herë të parë? Po, në krimtarinë time, sidomos të viteve të fundit, unë qëmtoj dhe analizoj artefakte të kohës dhe artefakte që lidhen me histori të caktuara. Fillimisht, nëpërmjet një gazete të thjesht pash që ekziston sot në lind të Pogradecit një bunker i kohës së diktaturës, të cilin ata bashkëfshatarët ose njerëzit e zonës çuditërisht pra e kanë kthyer në një moment rituali, pra brenda saj kanë brendashkruar ikonat, gjithashtu ato mangallin e famshëm të Ritit për të shprehur një dëshirë ndaj hyjut edhe sot. Pra sot unë kam paktën 15 vite para dhe kam shkuar dhe her pas here duke bërë dhe xhirime dhe video dokumente dhe foto domethënë situatës, dhe ky ishte ai moment kur unë gjithmonë marr elemente janë të tranzicionit ton, pra, të funksionalitetit si ka qenë dhe si rifunksionalizohet në një lloj jo thjesht çudie, sepse këtu nuk është puna e çudisë. Puna është e një reflektimi shumë të thellë. Është antropologjik, ju absolutisht po. Arkivoni dhe qaset antropologjike shqiptare në këtë rast. Gjithashtu, ky bunker Kish është si thua marrë nga një gjurmë reale, një bunkeri tip, këto janë bunkeret e vegjël tip, domethënë periudhës. Nuk është e rastit që është e gjithë pjesën sipër, sepse për mua ka shumë rëndësi dhe rrënja. Do tregoj se si është vetë. Rrënja e kësaj është një simbolike fortë. Më mirë që nuk është poshtë. Sa është rrënja e diktaturës, sa ka qenë, domethënë tek ne. Dhe patjetër dhe ana arkitektonike si këto bunker, domethënë me qindra dhe mira në kohë, për ne ishin një izolim i vetvetes, fakt se sa izolim nga armiku imagjinar, por gjithashtu brenda saj është e brendashkruar një kish ortodokse me të gjitha kanonet estetike, dhe dua të falenderoj të dy bashkëpunëtorët e mi më të afërt, Ardian Pepën, skulptorin i cili më ka ndihmuar në realizimin e formave origjinale që kemi marrë nga një bunker me gjithë një matrikullim që është brenda, dhe gjithashtu Bledar Gramun që më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë për të qenë super korrekt, qoftë në aspektin e pikturimit, po dhe të kanonit që është shumë e rëndësishme, dhe për herë të parë është ekspozuar në Bari, i shaftuar nga Muzeu Pino Pascali, ku në fakt për mua ka shumë rëndësi, jo vetëm që ne t'i evidentojmë këto si problemet tona që duket si në periferi, por për ne është shumë e rëndësishme ura e bashkëpunimit, domethënë si reflekton bota. Dhe në këtë kontekst, ai publikimi i parë ishte shumë i rëndësishëm, sepse fundit kjo çudia ndërmjet bivendosjes së dy kohëve, bivendosjes së dy funksionaliteteve, për ta ishte si thuash një analizë e rëndësishme deri në rit, pra njerëzit futen brenda, dezi një qiri, krijojnë atë ritual, ashtu siç sot e kësaj dite ndodh edhe në fshatin lind të Pogradecit, por e sjellur pastaj në galerinë Goca tek piramida, që për mua prapë është një vend historik, sepse ka shumë rëndësi që këto vepra arti të bashkëjetojnë në sajte të cilat evokojnë, si thuash, pjesë të historisë, dhe vendosja këtu në oborrin e shtëpisë me gjethe, muzeut shtëpisë me gjethe përballë kishës ortodokse, krijon një relacion, domethënë të ri dhe një relacion të duhur. Pra vendoset në një hapësirë ku ka jetuar, si thuash, diktatura në formën e saj më represive, dhe është përballë, si thuash, institucionit të besimit që sot, fakt, për shumë e shumë njerëz është, si thuash, një marrëdhënie e rëndësishme shpirtërore që kanë në kuptimin e një force të besimit. Pra, të gjitha këto unë jam përpjekur t'i kombinoj jo vetëm në kuptimin estetik, po dhe në kuptimin konceptual. Dhe në kuptimin historik dhe jo deri diku, po dhe shumë politik. Mendoj ato që kemi thënë shpesh edhe bashk, arti është politik dhe politika është art. Ne kemi diskutuar, po është mirë që për publikun të fiksohet. Ju keni pasur kontakte me banorët e zonës atje në lind të Pogradecit. Më thuaj një mendim, pse gjetën bunkerin për ta bërë kish dhe nuk krijuan diçka të voçkël të re të shpejt? Kjo është një element i çuditshëm që dhe sot e kësaj dite ata nuk i japin një shpjegim, domethënë shtërus,
por gjithmonë kjo ideja për ta marrë diçka dhe për ta rifunksionalizuar, do të kjo ka qenë në gjithë kulturat e botës, mbi rrënojat helene, u ndërtuan në rrënojat romake e tjera me radhë. Por për mendimin tim, në këtë, domethënë në periudhën e modernitetit apo siç edhe postmodernizmin që jemi sot, kjo është një çudi shumë e madhe si thua shekuj përpara, kjo për ne ka qenë e mirëkuptueshme, por të shfrytëzosh një bunker i cili në fakt ka shkatëruar domethënë të gjithë objektet e kultit dhe atë ta marrësh ta rifunksionalizosh është një guxim shumë i madh të cilën ata ose kanë dashur në një farë mënyre të tregojnë këtë që thoni ju tani të marrin një lloj në thojza një lloj haku domethënë për atë që ndodhi ose pastaj është ai momenti i mbijetesës pra të gjetë një objekt dhe aty vendoset një element i rritit, të cilët për mendimin tim, domethënë ne na fut prap në atë diskutime në matë tranzicionit dhe të paqëndrueshmërisë së përhershme që kemi si shoqëri. Domethënë këto janë ato pikat e forta që unë e sjell për analizë dhe për diskutim ndaj publikut. Kjo nuk është si thuash, siç e kemi shpesh edhe arti bashkëkor e ka, nuk është një vepër që ka një përgjigje fundore, por është një vepër e cila të hap çështje, hap diskutim dhe hap reflektim. Po kthimi në Kish ndodhi në 91-shin, në 90-ën, më herët? Ka ndodhur pas 96-ës. Pas 96-ës? Pas 96-ës dhe shumë e çuditshme atje se në takimet që kam pasur ka shumë njerëz të zonës dhe ata kalamajt aty përdall që rrin lart e poshtë, vjedhin edhe në i hekur edhe në i cop guri një gjë, ajo gjë nuk lëviz. Kurdo ku shkon, ka ikonat, ka mangallin e qirive dhe 2-3 element që lidhen prapë me simbolikën e... Ajo do të futur në xham, në guidat e Shqipërisë. Po, ne kemi bërë një ke post blogu me gjithë lubonjën që e kemi futur në një lloj xhami për ta shpjeguar historinë kur edhe i bunker fakt është aty ku ka qenë në fillimin e hyrjes së blogut, por gjithsesi kjo që sapo the shumë e rëndësishme që ne jo vetëm t'i ruajmë, po të dimë si të reflektojmë mbi to. Pra mos të ngelin si thuar si gjeste momentale, pavarësisht që ka një vertikalitet shumë fort të aksionit edhe të qëndrimit, por gjithsesi këto patjetër duhet të kthehen si thosh pjesë muzale të kontekstit postmodern. Të ndryshimeve. Megjithatë, unë vazhdoj të jem me atë që neve ndoshta nga që nuk po jetojmë në demokracinë e vërtet siç presim perëndimin, po në post-diktaturë dhe prandaj ndodhin këto reflektime kaq radikale dhe kaq të çuditshme domethënë. Ta provojmë ta ndezim një qiri? Patjetër. Megjithëse jam i bindur që ju i ndezët më përpara. Kur publiku bëhet pjesë, patjetër që kur luan me veprën, kur është pjesë Për këtë ta ndez qiriun, profesor, për të vdekurit apo për të gjallët? Po, është në dëshirën tënde. Atëherë, në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë, për ata që vdiqën në këtë vend dhe për të gjallët që si kuptuan kur ata që vdiqën për këtë vend. Është një përputhje, një kështu e dy kove, kështu që në atë aspekt mendoj ka qenë mesazhi më i mirë. Shpirtëror. Është një kryevepër, është shumë e bukur. Po, është këtu të paktën është në vendin e dur, në kohën e dur, sepse jemi tek muzeu. Është në mes. Është në mes. Është përballë kishës. Përballë kishës edhe në oborrin e të shkuarës. Në përshpërimat e të vuajturve. Që vazhdojnë dhe janë si jahon edhe sot, kështu që. Ky botim magjik që e kam hasur pa dashje mes rafteve të një biblioteke, të një institucioni
shtetëror shqiptar, më ktheu kureshtjen për ta kthyer këtë botim në një emision, në një bisedë me një mik shumë të shtrenjtë, i cili është pjesë e atyre që kanë shkruar dhe që kanë kërkuar. Do me thënë, është zonja Ana Lalaj, Dorian Koçi, Edon Qesari, Hamid Kaba, Ilir Kalemaj dhe mirëmbrëma që erdhe në studio, dhe zonja Sonila Boçi. Është një libër shumë interesant që është botuar nga autoriteti kombëtar i dosjeve dhe nga Instituti Friedrich Herbert, tërësisht dhe vetëm shkruhet për të majtën shqiptare. Si është krijuar në majta shqiptare, kur është krijuar, kush ishin ideologët e saj të parë dhe deri kur zjati e majta pa ardhur pastaj fryma e re që filloi në 44-ën edhe vazhdoi deri në 90 e pakën. Ilir, mirëmbrëma dhe shumë faleminderit që erdhe në Esencë. Mirëmbrëma, kënaqësi. Shumë kënaqësi të kem në studio. Më rezulton që kam gati 2 vjet që dua ta bëj këtë temë. Dhe më në fund, ja ku erdhe. Më mi vonë se kur. Që është ky botim, profesor, e majta? E majta është një botim, si që përmendet dhe ju me drejt, unik, për sa i përket gjurmimit të së majtës jo komuniste, pra të majtës para 44-ës. E majta para 44-ës ka një zanafil të hershme, që, si që ka thënë dhe historiani i njohur Kristof Frashëri, fillon me Sami Frashërin. Sami Bej Frashëri, i cili është shumë i njohur për ne, për shkak të librit të tij Shqipëria çka që ç'është dhe ç'do të bëhet, një polimath në fakt, sepse kontributi i tij nga leksikografia në histori, në gjuhësi dhe në disiplina tjera është i jashtëzakonshëm, por ishte ndërkohësisht dhe një nga të majtët e parë shqiptar për sa i përket përqafimit të disa prej ideve që rritin apo buronin nga internacionalia e dytë, të cilat ai reflektoi. Idetë themeltare të së majtës shqiptare nisin me Sami Frashërin. Mund të gjurmohen te ai, pavarësisht se nuk mund të themi që ai përpunoi një traktat të mirëfillt ideologjik, por gjurmojnë pikërisht aty. Dhe kjo ishte edhe majta romantike, të paktën në një tipologji që unë kam bërë për librin, kur i kam ravizuar për lehtësi komunikimi, të majtën utopike u mendos filloi me Sami Frashërin, dhe mandej shkoj te Stavri Vinjau, apo te grupi i arkeo-marksistëve, me Dimitë Fallon dhe të tjerë në Kosht, të cilët i kemi quajtur romantik, sepse e majta që ata besonin ishte në një farë mënyre romantike. Por ka pas dhe një grupime të tjera, për shembull ka pas një grupim të ngjashëm, por quhej e majta utopike, të cilët, për shembull, një personazh shumë i njohur i saj ishte Qemal Stafa. Po ishte në të tjerë nga grupi i Shkodrës, Zef Mala, për shembull, i cili jetoi dhe veproi dhe pas vendosjes komunizmit gjithmonë në oponencë me komunizmin e Enver Hoxhës dhe të tjerë. Por ju bashkë me kolegët e tjerë që përmendëm më përpara keni shtuar këtu Sejfullah Malshovën, Musine Kokalarin, Tajar Zavalanin, Konstantin Çekrezin, Yusuf Luzajn, që ju keni punuar për Yusufin, Skënder Luarasin, Petro Markon, Xhavid Qesjen, Yusuf Keqin dhe Zef Malën. Pse nuk është tu Qemal Stafa për shembull? Po, pyetje drejt. Në fakt, 10 figurat që ne kemi përzgjedhur pas një pune hulumtuese të gjatë dhe diskutimesh pafund në grup me kolegët e nderuar historian që u përmendet, ishte bazuar sepse këta 10 personazhe përfaqësojnë apo janë të grupuar në tipologji të ndryshme, ajo që unë po përmendja pak më parë, pra flasim për një të majtë socialiste me Suada Aslanin dhe të tjerë, Gjeq Kokoshin për shembull, e majta socialdemokrate me Musine Kokalarin, por dhe me Yusuf Luzajn, edhe të cilët janë bashkëthemelues të Partisë Socialdemokrate, në fakt, e tjera apo e majta nacionaliste me Tajar Zavalanin, Fanoli bënte pjesë në këtë grup. Fanoli është e majt apo është ekstreme majt? Jo, do të thënë Fanoli vetë ka qenë i majt. Pra, Prifti Kuq nuk mund të themi ekstrem i majt, pavarësisht se ai është gjykuar në mënyrë të njëhandshme vetëm bazuar në njohjen që bëri Bashkimi Sovjetik në ato 6 muaj që ai ndinti në pushtet, por natyrisht kontributi i tij sidomos me Konaren dhe ka qenë jashtëzakonshëm. Ashtu si kundër bashkëpunëtorët e tij kanë vijuar këtë kontribut dhe më vonë, Konstantin Boshnjaku për shembull, i cili njihet pak në historiografinë shqiptare, por që ka qenë një personazh i rëndësishëm atë kohë. Mos ta harrojmë që Tajar Zavalani dhe të tjerë, megjithëse ishin ndër të parë të grupit të Moskës që quheshin, u kthyen ndër kritikët më të rrep të smajtës, ashtu si kundër dhe Yusuf Luzaj e tjerë duke vepruar. Zajfundo nuk është. Po, këtë nisa të thosha që këta personazhe janë zgjedhur se përfaqësojnë këto grupe, por ka dhe një arsye tjetër pse u përzgjedhën këta personazhe, sepse pak më shumë apo pak më pak të gjitha personazhe lanë diçka të shkruar. Po. Pra një farë
ideologje që ne mund ta gjurmojmë. Fundo nuk ka asnjë letër ose shënime si puna. Ndërkohë që Zaj Fundo, jo se nuk ka, absolutisht i ka, por nuk ka një korpus të mirëfillt vepra të themi të shkruar. Po përsa i përket aktivitetit politik, Zaj Fundo ishte i pakrahasueshëm. Pra aktiviteti i tij politik, i cili bënte që ai ishte një nga personazhet më të rëndësishme, kishte qenë ndihmësi i Buharinit në Komiten, kishte Internacionale 3. Kishte edhe një kontribut, kishte qenë gjithashtu ndihmës apo bashkëpunëtor i ngushtë i Dimitrovit, i cili gjithashtu u vendos në krye të Gjergj Dimitrovit në krye të komitenit. Kështu që në këtë sens duhet thënë, apo ishte mik me Spinellin, me De Gasperin, pati ofertë për në 44-ën që të qëndronte në Itali të bëhej deputet, ndoshta ndoshta dhe eurodeputet i parë shqiptar, por në fakt u kthye në Shqipëri dhe pati një fund tragjik ku u bashkëngjit kryezime dhe u vranë në mënyrë tradhtare, domethënë nga lidershipi komunist me urdhët e Enver Hoxhës dhe u tëroj Zvar nga Shefqet Peçi. Të njëjtën fund tragjik pati Mustafa Gjinishi apo Anastas Plulo dhe i shpëtoi këtij fundi tragjik bashkëpunëtori për shembull i Anastas Plulo, ata që ishin bashkë te grupi të rinjve, Sadik Premtja. Por të gjitha personazhet janë shumë interesant. Po ne përzgjodhëm këta personazhe pikërisht për shkak të profilit të tyre ideologjik, edhe biografi, po dhe të shënimet e tyre. Kur e kemi themelimin e kësaj të majte shumë idealiste, shumë e paqë, duket si fillim. Shiko, tani nuk është se ka një datë të caktuar. Jo, me parafërsi. Po ne i kemi referuar për shembull përsa i përket veprimtarëve politik, për shembull Ali Kelmendi ka qenë një nga veprimtarët e parë politik, i cili mbinte nga Moska, siç ishte natyrisht Dalim Xhelo, siç ishin Sefullah Maleshova, Tajar Zavalani, që unë përmenda të gjithë këta i qëndronin dhe operonin në Shën Petersburg dhe në Moskë, kishin krijuar një grupin e tyre atje, ishin influencuar apo ekspozuar ndaj ideve që të revolucionit bolshevik më herët se të tjerët, natyrisht i kuptuan rrezikshmërinë e këtyre ideve të implementuara, fillimisht në Leninin, pas në Stalini, ndoshta dhe më herët në tjerët, dhe për këtë arsye u kthyen në kritikët më të ashpër, siç ishte rasti i Tajar Zavalanit, Zaj Fundos apo të tjerëve, apo Yusuf Luzajt, i cili ka botuar në mënyrë të tre këta personazhe kanë shkruar në mënyrë mjaft të fortë si reagime ndaj regjimit të instaluar nga Stalini më vonë. Të tjerë si Sefullah Maleshova nuk patën mundësi të shkruajnë në mënyrë kaq të hapur, për shkak të asaj që mund t'i priste në Shqipëri, po përsëri u quajtën oportunist dhe patë një fund të trisht, përsa i përket për shumë Sefullah Maleshova vërtet nuk shkojnë nga hapsan, si shumë nga kolegët e tij, por ju dha një punë denigruese në qytetin e Fierit, derisa ai vdiq në anonimat. Të njëjtin fund të trisht, madje më të trisht akoma pati Musine Kokalari, gjithashtu e cila vëllezrit e cilës u vran pikërisht për shkak të argumentimit të ideve të saj socialdemokrate. Kështu që në këtë sens ne kemi zgjedhur pikërisht 10 personazhe për të folur në emër të gjitha atyre personazheve që përbëjnë kaleidoskopin e të majtës, sepse majta nuk ka qenë homogjene. Ai çfarë e bashkon këtë të majtë, me të zanafillat e kësaj? Duhet i gjurmojmë pikërisht ajo që unë përmenda pak më parë, Internacionale parë e punëtorëve. Karl Marx ishte, ne e njohim si një sociolog, gazetar, filozof, por jo vetëm, ai ishte ndër të parët filozof i cili ishte edhe aktivist politik. Pra duke krijuar Internacionalen e parë dhe Internacionalen e dytë komuniste, ai dhe duke shkruar manifestin komunist, ai në një farë mënyre i dha jetë një lëvizje të tërë, e cila synonte atë që sot e kësaj dite synon e majta me disa ndryshime, kuptohet mënyrën se si arrihet ky qëllim, pra barazi shoqërore përmes proceseve të rishpërndarjes, për të krijuar atë që njihej si shoqëri pa klasa. Aja doli Marxi. Tani, nuk do të futem shumë në diskutime teorike këtu, por përsa i përket interpretimit historisë që Marxi bëri, nuk është se ka qenë shumë i ndryshëm nga Adam Smithi, themi, apo Ricardo, apo ekonomistët të tjerë klasik të mëdhenj. Aty ku ata ndryshojnë rrënjësisht dhe katërcipërisht, është e predikimi se çfarë do ndodhte më vonë. Pra Marxi interpretoi që borgjezia, e cila ruante mjetet e prodhimit, duhej në një farë mënyre të rrëzoj nga revolucioni proletariatit. Dhe proletarët e gjithë botës duhet bashkoheshin të fitonin ndërgjegje klasore,
dhe të bënin të mundur këtë revolucion, i cili, sipas Marxit, shumë e rëndësishme kjo, do të ndodhte në një nga vendet e zhvilluara. Dhe u tentua në fakt në Gjermani për të ndodhur ky revolucion, po dështoi në 1918-ën. Dështoi të realizojë në Britani, në Francë apo Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe në fakt aty ku ndodhi ishte vend që Marxi ndoshta s'do i kishte shkuar kur ndërmend, sepse ishte Rusia me mbi 90% popullsisë fshatare. Ndërkohë që fshatarët nuk kishin idealizimi është për Gjermaninë, për një vend absolutisht, sepse vetë fakti që ishin fshatarë dhe jo punëtor, tregonte që ata s'kishin ndërgjegje klasore, pra lumpen proletariat. Atëherë vjen në skenë Lenini. Lenini e mori tezën e marksizmit, prandaj ne quajmë marksizëm leninizëm, dhe e përpunoi atë. Dhe tha që vërtet ata s'kan ndërgjegje klasore. Për këtë arsye ata kanë nevojë për rolin e partisë. Partia avantgard e cila i edukon masat. Dhe në këtë mënyrë Lenini i dha formësim ideologjik asaj që u njohet më pas si revolucioni bolshevik, të cilin ai e drejtoi suksesshëm politikisht, të themi, dhe bëri të mundur përmbysjen e regjimit carit. Vetë Lenini e filloi me disa reforma ekonomike që kishin karakter liberal fillestar, pra përshpërndarjen e tokës apo një farë lejimit të sipërmarrjes lirë, ajo që njihet si NEP, po që më vonë edhe pra nga 1980 dhe 1924 që ndron jetë Lenini, u dhanë shenjat e para të një dominimi gati absolut të shtetit dhe të ushtrisë, dhe ndërkohë u farkëtua dhe lufta për pasardhësinë e Leninit. Pra nga një anë ishte Trotski, i cili ndiqte besnikërisht parimet e marksizmit klasik, duke shkuar dhe te roli që duhet luante shteti në të ardhmen, dhe u kthyen njëkohësisht bashkë me të tjerë si George Lucas, Milo Vandilas më vonë në kritikët më të hershëm të asaj që njihet si marksizëm, leninizëm dhe mon stalinizëm, që do të thoshte që u farkëtua një klasë e re në fakt, jo vetëm që nuk u krijua një shoqëri pa klasa, dhe ku shteti do ishte rudimentar në një të ardhme të afërt, por përkundrazi. Shteti u forcua dhe në krye të shtetit u vendos një shtresë e re, as pak meritokratike krahasuar me burgjezinë. Po këto, dhe ky është interpretimi që më vonë këto emra që ju keni botuar, e kanë këtë lloj ideologjie apo janë tani, duke qenë se këta studiuan një pjesë e tyre në Rusi, në Bashkimin Sovjetik në atë kohë, këta një pjesë e këtyre e morën këtë dhe përqafuan këtë debat. Ja Zef Malen, për shembull, që ju e njihni shumë mirë. Zef Mala për shembull ishte një nga personazhet interesant, sepse ai përket marksizmit apo komunizmit të majtës, më falni, socialiste. Pra ai nuk, do të thënë, pati një ndryshim mes asaj që ai nisi si një, të themi, majt utopik, me një të majt ideologjik i cili besonte që nuk ishte komunizmi, aq më tepër komunizmi enderian, përgjigja e dur për kushtet socio-ekonomike të Shqipërisë, dhe kritikat e tij e bënin atë një socialist modern, gjithmonë duke referuar kohës. Po natyrisht për këto idea ju përndoq dhe humbi dhe postet e tij, siç ishte në një farë kohë drejtori i bibliotekës kombëtare apo postet tjera me rëndësi, dhe pati një internim, gjë e cila bëri që ai gjithsesi mos liqte do nga idet e tij. Të njëjtën gjë pati Xhavit Qesja për shembull. Por Xhavit Qesja qëndroi një marksist i pandrejshëm. Pra kritika e tij që bën të ndryshëm nga nën personazhet e tjerë, ishin kritika nga e majta, ekstreme të themi, po për komunizmin, dhe ai besonte që Enver Hoxha kishte devijuar nga komunizmi. Pra nuk ishte komunist i mirë, të themi, dhe duheshin korrigjuar disa gjëra. Si e mbyll jetën Zef Mala? Zef Mala u internua në fakt në Zvërnec të Vlorës, dhe ku ai u izolua, pra duke sikur Zvërneci, Vlorës nuk është do një vend i tmerrshëm për internim, duke konsideruar Spaçin apo vende tjera, Ballshin, Fjallabie. Thjesht u internua? Jo, ai u internua, po ishte në fakt e tmerrshme, këtë doja të thosha, sepse ai u izolua brenda internimit, pra brenda kampit. Dhe izolimi i tij zgjati jo me vite dhe me muaj, po zgjati me dekada. Dhe ai u izolua nga komunikimi me familjarët e tij, u izolua madje në një farë kohë edhe nga literatura, pra në çfarëdo lloj gjë e cila ishte diçka që ai e kërkonte me ngun për të mbajtur moralin gjallë, vazhdonte të shkruante letra, letrat e tij nuk u përfillën asnjëherë, nuk dihet nëse ndonjëherë udhëheqja e lartë përfshi Enver Hoxhin ka lexuar ato letra, ato kritika që ai bënte si komunist, Partisë Komuniste të Shqipërisë, Partisë Punës, një personazh shumë interesant në lidhje me qëndrueshmërinë që ai pati në mendimin dhe në verbin politik që artikuloi, por siç e thash, një fund gjithashtu i trisht në raport me një pjesë të atyre të cilët patën fatin e mirë të emigronin përpara instalimit të sistemit komunist në Shqipëri. Po Xhavit Qesja? Pra, për Xhavit Qesjen ishte ideja. Kjo ishte për Xhavit Qesjen. Po Zef Mala si e mbyll jetën? Po Zef Mala, i thash, kishte një fund akoma më trisht,
pati një farë periudhe në fillim pas çlirimit, ku ai pati detyra që u besuan si drejtori i bibliotekës kombëtare. Siç ishte njëkohësisht Mitrush Kuteli, drejtori i bankës, siç ishte Konstantin Boshnjaku më vonë, që i përket grupit deputetëve, që ishte gjithashtu drejtori i bibliotekës kombëtare. Pra këta patën një fillim të mirë, të themi, me komunizmin, se komunizmi në ato momente të instalimit fillestar pati nevojë për figura, madje një pjesë e tyre u prezantuan te Fronti Demokratik dhe u zgjodhën deputetë, pastaj kemi gjyqjen ndaj deputetëve. Por fundi që ata patën, për fat keq, nuk ishte, pra në rastin më të mirë u lanë në Hares, në rastin më të keq përjetuan internim, disa prej tyre shkuan në litar apo u vranë, patjetër për shkatime pa gjyq. Por këta personazhe, siç e thash, këta mbërthejnë tipologji të caktuar, pra fati i tyre personal nuk është në vetvete ai qëllimi, se ky nuk është një libër autobiografik, pavarësisht elementet autobiografike janë aty për secilin prej tyre. Kjo është më tepër një histori e mendimit të tyre politik. Për shembull, pse ne nuk përzgjodhëm grupin e deputetëve, pse nuk e vazhduam? Ka qenë një projekt për ta vazhduar pas asaj. Arsyeja kryesore sepse përveç faktit që duhet ta mbyllnin me një periudhë të caktuar, periudha e komunizmit, pastaj është një periudhë krejtësisht tjetër, pavarësisht se nuk është krejtësisht monolite, është arsye se ata nuk lanë gjithë të shkruar, pra një doktrinë. Pavarësisht se ishin personazhe jashtëzakonisht interesant. Nuk lanë një dekalog. Po, nuk lanë një dekalog, pra nga Selaudin Toto, te Shef Qetbeja, te Shek Karbonara, e tjerë ishin personazhe të rëndësishëm politik, personazhe të cilët farkatuan veprim politik, personazhe të cilët kërkuan pluralizmin politik, të cilët nuk, megjithëse u zgjodhën nga Fronti Demokratik me insistim të Enver Hoxhës, i cili do të bënte do të krijonte kredibilitet në fazat e para ku dhe vetë nuk ishte ndërtuar kulti individit dhe personalisht nuk është se njeh ai shumë në popull sa që njohit më pas. Këta nuk ranë pre e kësaj demagogjie dhe kërkuan deri në fund të lejoheshin kushtet bazike të paktën të pluralizmit, pavarësisht se gjitha personazhet ishin të majt. Pra asnjë nga këta personazhe nuk kundërshtoi të themi diktaturën e proletariatit nga e djatha apo nga qendra. Pra këta ishin personazhe që në botkuptimin e tyre, në formësimin e tyre ishin të majt. Por fakti që ishin të majt nuk do të thotë që këta ishin doktrinar. Nuk do të thotë që ishte ndonjë ideolog mes tyre të nivelit Sejfullah Malishovës, fjala bie. Apo ndonjë tjetri. Më fol pak për Jusuf Keqin derisa ta mbyllim me Sejfullah Malishovën. Po jo, Jusuf Keqi në fakt nga kjo dhjetësia e personazheve për të qenë korrekt, domethënë, nuk është se ishte një personazh i cili kishte një mbrojtje ideologjike apo ndonjë rezonancë shumë të rëndësishme për sa i përket ideologjisë së majtës. Ai ishte më tepër një veprimtar politik, natyrisht bashkë me të vllajën e tij. Ata ishin ndër tentatorët kryesor, patën ishin gjithashtu kontribues te grupi të rinjve. Ne njohim grupin e të rinjve shumë përmes Anastas Flurës, Sadik Premte, si unë përmendë. Gjithashtu ishin veprimtar politik. Më vonë Sadik Premte filloi të shkruante po nga mërgimi, pavarësisht se një shumë pak nga ajo që ai ka shkruar edhe për shkak të ndrimit të jetës dhe ne nuk i disponojmë do shkrimet e tij apo botimet e tij. Por të themi në këtë grup Jusuf Keqi ishte ndër ata më pak të njohurit për sa i përket dokumentacionit të shfrytzuar në lidhje me veprimtarinë e tij shkruese të themi, sepse veprimtaria e tij në kuadër të agitacionit apo në kuadër të veprimtarisë antifashiste është e njohur, por në kuadër të impaktit ideologjik që ai pati, natyrisht në këta 10 personazhe mund të themi ishte më pak i spikatur. Petro Marko? Petro Marko është një personazh shumë interesant, është një personazh shumë i dashur për ne, është autori Hasta la Vista dhe Nata Ustikës, është një nga personazhet e luftës së Spanjës bashkë me Skënder Luarasin, bashkë me Mehmet Çeun, për të vërtetës. Dhe ne e njohim si një poet, e njohim si një shkrimtar, e njohim si një aktivist, e njohim si një personazh i cili ka dhënë shumë kontribute, por ajo që ishte shumë e rëndësishme, madje Petro Marko edhe për shikuesit që po na ndjekin se një pjesë ndoshta nuk janë të njohur me historinë e tij, tregon një episod të jetës së tij, kur ai takon Enver Hoxhën në fakt, i cili në atë kohë punonte te Kafe Flora. I thot, çdo të i thot me këta të kuq i thot Enverit, atë kohë, dhe Enveri jep një përgjigje denigruese në fakt ndaj të kuqve, ndaj komunistëve, të cilët ai u bashkangjit pak kohë më vonë pas kësaj bisede, qofse gjithmonë e marrim të mirëqen dhe s'kemi arsye pse ta dyshojmë Petro Markon, dhe siç e dim gjithë historinë pastaj ai vendoset në krye të kësaj
partie qysh gjatë luftës ku zgjidhet sekretari i parë. Por Petro Marko, natyrisht nuk unë temi që është një ideolog i së-majtës apo një arkitekt i së-majtës ideologjike, sepse nuk është se ka shkruar traktate filozofike në themin e së-majtës. Por në qoftë se lexohet krejtësisht vepra e tij, letër këmbimi i tij, po dhe veprimtarit që ai ka pasur fill pas luftës, shihet që ai ka qenë një personazh i rëndësishëm me impakte e majta, jo vetëm për shkak të lidhjeve ndërkombëtare që ai kishte, bashkës dhe mik i Hemingwayt, Dos Passos dhe të tjerë shkrimtarëve të famshëm të brezit luftës. Ai pati kontakte të rëndësishme që zhvilloi dhe gjatë luftës së Spanjës, por edhe për shkak të fatit tragjik që ai pati për gjatë komunizmit, ngjashëm me si vëllezër të tjerë si Mitrush Kuteli apo Dimitër Pasko, i cili për fat keq përfundoi në kënetat e Maliqit, dhe që fill pas luftës patën pozicione deri diku të rëndësishme, por pastaj me sa duket pushteti nuk pati më nevojë për ta militar të tjerë. Të ha të gjallë, me që përmendet Petro Marko ka diçka shumë interesante që thotë që linda në furtunë, thotë, jetova në furtunë, dhe më shkoi jeta furtunë deri në fund të jetës, në një farë mënyrë një vend që zgjedh kur karar. Roft jeta në valet e detit, jeta kur ishte zor të jetoje, zor të luftoje, e të tjera, të gurët e ka të shkruar. Mirë, Skënder Luarasi, unë kam bërë një emision për shqiptarët e luftës së Spanjës, kam pasur në studio të birin, Petron, që e përshëndes dhe kam shumë respekt për familjen Luarasi, më fol diçka për ta komplementuar. Në bime atë që ju po thoni, është një familje të më me shumë dikim. Njëna mbjeme Petronin Luarasi, me radhë. Skënder Luarasi është një figurë shumë interesante, gjithashtu. Njëna impaktit që a i solli, ishte prezentimi Enver Hoxhës, pra Enver Hoxha me grupin e Korçës është prezentuar nga Skënder Luarasi, për ata që nuk e din. Skënder Luarasi ka qenë ndër figurat intelektuale në mos më intelektuali i grupit fillestar të Korçës dhe jo vetëm, dhe të krijimit të Partisë Komuniste. Kthehet Skënderi nga lufta e Spanjës edhe shkon takon në Enver Hoxhën. E pret me Metsheu, ma ka thënë i biri në studio. E di historinë, a? E pret edhe i thotë, paka shumë kështu ishte biseda. E bind Enverin. E bind që e kishte quar Enverin luftën e Spanjës. Pra, një personazh i cili ishte poliedrik, ishte intelektual, ka dhe një kontribut të jashtëzakonshëm për arsimin, për kulturën shqiptare, për përkthimin, pra ka qenë shumë dimensional si figurë. Natyrisht, ndoshta e ka shpëtuar pak nga një fund akoma më tragjik. Patjetër. Fakti që ai ishte një figurë që jo vetëm zgjodhi të qëndronte pak në heshtje për mos pësuar të themi në heshtje në kritikat e tij publike, por edhe për faktin që duke pasur kaq shumë background të aktivitetit antifashist, një figurë kaq shumë e spikatur, në kaq shumë lëmit të jetës, bëri që ndoshta dhe regjimi komunist dhe Enver Hoxha të hezitonte përballë se ta përballte mikun e vjetër përballë tokës pushkatimit apo një fat të ngjashëm në internim apo në burgjet e Spaçit. Por thënë kjo, dhe me thënë, Skënder Luarasi nuk pati një fat shumë të mirë në lidhje me atë që ai dispononte, në lidhje me atë mendim që ai pati, atë kontribut që ai dha, qofte në rrafshin ideologjik. Ishte nga këto personazhet që la diçka të shkruar, ishte nga këto personazhet që realisht kontribuoi te një majt e vërtet, paktën me ato bindjet që ata kishin. E pastër. Ndalemi profesor Iliri te Isuf Luzaj. Po, Isuf Luzaj është dhe personazhi historik të cilës zgjodha të trajtoj në vetë, se cili nga kolegët kishte trajtonte dy personazhe historike, bashkë me Sonila Boçin që i qetë drejtuese e projektit, unë dhe zonja Boçi trajtuam nga një figurë historike për të kompletuar mozaikun me 10 personazhe spikatu të smajtës. Dhe Isuf Luzaj është një personazh shumë interesant. Arsyeja pse bën veçantë të personazh, siç e thash në krye të erës, është se së pari ai ka krijuar dy parti politike para bashkëthemelues i Partisë Socialdemokrate me Musin e Kokalarin, dhe më vonë, apo dhe më herët në fakt, bashkëthemelues i Ballit Kombëtar, por më vonë kryetari i Ballit Kombëtar, pas Mithat Frashit, 1967 mos gaboj. Ku jemi me këto vitet në përgjithësi? Pra, flasim këtu që në fillim viteve 30 aktiviteti i tij politik, ideologjik dhe intelektual. Do me thënë, një krijim të një fryme të mirë të së-majtës shqiptare, të shëndetshme, e kemi rreth viteve 20. Po, kur flasim për të gjitha personazhe, kryesisht referohemi viteve 30. Natyrisht vitet 20
kemi ato fillesat e para, do me thënë të marrjes të disa prej ideve nga Bashkimi Sovjetik, fillimit të artikulimit të disa prej këtyre ideve, ato që njësë si grupi Korçës apo grupi Shkodrës, por këto ende ishin shumë rudimentare. Për shembull, grupi Korçës në përbërje të saj fillestare ishin zanatçi, pra asnjë prej tyre s'kishte formim teorik, i grupin e arkeomarksistëve që përmendëm me Dimit të Fallon. Pastaj në vitet 30 fillon kristalizohet mendimi dhe janë pikërisht ata personazhet të cilët shkruan dhe vepruan në këto vite duke dhënë një kontribut të paçmuar për sa i përket majtës dhe natyrisht vazhdon në vitet 40 dhe më vonë. Rasti Yusuf Luzaj ajo sepse kontributi i tij intelektual shtrihet në disa dekada. Dhe ai një pjesë të mirë të veprimtarisë të tij e kreu në diasporë. E mbyll jetën në Amerikë? E mbyll jetën në Amerikë, përpara se të shkonte në Amerikë ishte në Argjentinë. Njihet, domethënë ndërparët shqiptar, domethënë që bet mik me Borgesin, pra ndoshta shkrimtarin në mos më të madhin të gjitha kohërat, në treshë më të madhe të gjitha kohërave pa diskutim. Si nisohet me Borgesin? Por ai bet pjesë e asaj elite kulturore në Argjentinë në atë kohë, dhe mos harrojmë që Argjentina në atë kohë ishte një Mekë apo Jeruzalem e intelektit, por edhe ekonomike, ku shkonin emigrant nga Italia, Gjermania, nga vendet tjera të Europës, në Spanja, dhe natyrisht aty krijohet një plejad me Borges, me Ernesto Sabaton, me personazhe të tjerë shumë të rëndësishëm, shkrimtar të mëdhenj amerikano-latin, dhe pikërisht pjesë e këtij grupit bëhet edhe profesori i ri Yusuf Luzaj. Ç'a thoshte Luzaj? Ka ndonjë kujtim për Borgesin? Shiko, Luzaj vetë ishte filozof politik. Pra ai ka një korpus librash shumë interesant. Një seri, një zimxhir. Një seri librash, janë përmbledhur ato, tani janë botuar edhe për publikun shqiptar. Ekziston dhe libreria Luzaj, ku mund të aksesohet në internet. Dhe aty ai shkon për filozofinë e moralit, shkon për filozofinë politike. Pra është një personazh i cili është i qëndësishëm për sa i përket këtij kontributi, domethënë filozof politik para viteve 90, domethënë në botë shqiptar janë me gishtat më pak se gishtat e njerëz dorë dhe Yusuf Luzaj ndoshta është më i njohuri prej tyre. Në Amerikë ai arrin deri aty sa merr titullin profesor i Amerikës, pasi kishte qenë profesor në disa universitete amerikane nga vetë presidenti Reagan. Pra është një personazh që në lëmin akademik arriti ndoshta më shumë, Arship Pipa është një tjetër, se ndoshta kretë shqiptarët e tjerë, bashkohës edhe i Stavros Këndit, dhe i tjerë shqiptar-amerikanëve të njohur. Ishte një personazh shumë interesant. Natyrisht ai pati dhe fatkeqësinë që të jetonte gjysmë shekulli pa familjarët e vet, i shkëputur nga çfarëdo lloj lidhje, një lloj vetë emigrimi i detyruar për shkak të fatit që priste po të jetonte në Shqipëri, por një personazh i cili për shkak të lidhjeve të tij politike, lidhjeve të tij ndërkombëtare, diplomatike, lidhjeve të tij intelektuale, si rastet që ne përmendëm, e bën një personazh shumë të dashur, një personazh shumë unik, një personazh me shumë impakt te majta shqiptare dhe jo vetëm. Gjithashtu, ai kthehet në një kritik shumë të fortë, shumë të zëshëm të komunizmit, është ndoshta kritikët më të fortë që ka pasur komunizmi, bashkë me Tajar Zavalanin. Në diasporë. Në diasporë. Domethënë një personazh i cili e njihte mirë të majtën, por natyrisht për shkak të kësaj njohje kaq të hershme, kaq të mirë, kaq intime me të majtën shqiptare, kthehet ndër kritikët më të ashpër të komunizmit të Enver Hoxhën, si një lloj perversiteti që i bën të majtës shqiptare. Konstantin Çekrezi. Po, dhe Konstantin Çekrezi është një personazh, se po e them këtë fjalë interesant shumë shpesh. Jo, s'ka problem. Por është një personazh i veçantë, publiku bashkë me Kristo Dakon dhe Fan Nolin dhe natyrisht Fajkonicën. Këta janë 4 shqiptarë amerikanët më të njohur të kësaj periudhe, pra të viteve 20, 30 dhe 40, themelues të shoqatës Vatra, me shumë impakt, ka mbaruar Harvardin, ndër tjera. Ka shkruar një nga librat në 1921 historinë e Shqipërisë. Është një nga librat më të hershëm për sa i përket historisë së Shqipërisë, një botim i plot, të themi, dhe që gjendet edhe në librarin tonë kombëtare. Unë e kam shfrytzuar në fakt dhe për arsye studimore dhe realisht është një libër që për periudhën që është shkruar, realisht ja kam lejtur dhe është një gur themeli, të themi, i rëndësishëm në historiografinë shqiptare. Përveç saj ka qenë një publicist, një polemist shumë i fortë, ka pasur ato dritjet të marrëdhëniet që ka pasur me Fan Nolin dhe me bashkosë tjerë si Fajkonicën, por për te kësaj ka qenë natyrisht kontribues në çështjen kombëtare. Prandaj unë ose më saktë ne kemi futur te grupi i të majtës nacionaliste. Pra
po të japim një tipologji bashkë me të tjerë të ngjashëm, pra Jusuf Luzajn, Dediku apo me Fanolin dhe të tjerë. Këta bënin pjesë të majta nacionaliste, pra një eraz ishin edhe të majtë, dhe të majtët duhet jenë internacionalist në parim, por ishin dhe nacionalist, pra kërkonin bashkim, unifikim të trojeve shqiptare, kërkonin Shqipëri dhe Kosovë bashk, qamërin, pra nuk e shikonin të pandarë çështjen kombëtare nga çështja e smajtës dhe drejtësisë sociale. Kështu që në këtë sens, pra kishte të përbashkëta me Jusuf Luzajn, kishte të përbashkëta me Fanolin, me të cilin ka bashkëudhëtuar një pjesë të gjatë të jetës tij, qoftë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, qoftë Shqipëri, dhe bën një personazh shumë interesant për të majtën e diasporës. Tajar Zavalani? Tajar Zavalani gjithashtu, tash, ajo që e bën të veçantë Tajar Zavalani, sepse vinte nga ky grupi i Moskës, nuk qëndron kaq brenda të majtës, madje kthehet më drejt qendrës, të themi, distancohet pak nga në vitet e mëvonshme, dekadat e mëvonshme të jetës, nga e majta ideologjike, jo vetëm nga e majta marksiste, jo vetëm nga e majta komuniste, dhe ky distancimi i tij ideologjik vjen për dy arsye. Para sepse ai fillon ta njohë efektet e smajtës pas revolucionit bolshevik dhe sidomos pas gjyqjeve staliniane, të njëjtin zhgënjim që më vonë pati Sartrit apo Camus apo të tjerë mbështetës utopik të themi të smajtës, po ata e pa nga perëndimi, ndërkohë që Tajar Zavalani jetoi në pikërisht aty ku po gatuaj revolucioni dhe efektet e tij, dhe se si i hante bitë e tij, shkon në Londër, punon për BBC-n, pati të seksioni Shqip, njëra themeluesit e tij, ka shkruar gjithashtu një nga librat më interesant të historisë shqiptarëve. Pra, kthehet një historian shumë të mirë, domethënë librat e Tajar Zavalanit në periudhën e mëvonshme, pra për gjatë luftës të ftohtë, dhe librat e Stavros Skëndit janë libra gur themeli në historiografi shqiptare, dhe unë mendoj që duhet të njohë çdo historian shqiptar dhe që kanë kontribuar për të njohur perëndimi pikërisht Shqipërinë dhe shqiptarët, njëri në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra Stavros Skëndi, dhe tjetri në Britaninë e Madhe apo Britaninë e Bashkuar, që ishte Tajar Zavalani. Kështu që në këtë sens ai ka dhënë kontribut jo vetëm si një nga pionerët e smajtës, dhe që e njiftet majtën aty ku e majta filloi po gatuaj dhe revolucioni po jepte frutet e tij pra në Rusi, Bashkimi Sovjetik, por mandej edhe si intelektual, polemist dhe njëkohësisht historian, figurë intelektuale. E bukura e dheut, Musine Kokalari. Musine Kokalari e njohur për disa gjëra, e njohur si një nga polemistet e njohur shqiptare, një nga shqiptaret e para të mirë edukuara në Rom, shkencëtarët, mund të themi të para. Sa interesante janë si gratë të dyja, Sabia Kasimati ishte e mirëfill shkencëtarja e parë shqiptare, të themi, me gradën doktor shkencash. Musine Kokalari ka dhënë një kontribut të shumëfishëm poliedrik, sepse ka qenë eseiste, polemiste, ka qenë ideologe, mund të themi, me plot gojën për kohën ku shkruajti e smajtës, ka qenë një nga bashkëthemeluesit, një nga dy bashkëthemeluesit e Partisë Socialdemokrate Shqiptare, një nga aktivistet e hershme feministe shqiptare, pra përveç se e majt ishte edhe feministe, ka qenë figurë e cila për impaktin që dha nuk duhet kishte absolutisht atë fund. Kritike e madhe ndaj sistemit. Absolutisht. Dy vëllezërit e saj u përshkatuan nga regjimi, vetë ajo e mbylli jetën në në Rrshen. Lindjen e ku ka lindur? Në Turqi ka lindur? Nuk më kujtohet, me thënë drejtën, lindja, po me origjinë natyrisht ishte nga Fisi Kokalarit në Gjirokastra. Jetën e mbylli në Rrshen, por janë një familje vërtet e madhe në Gjirokastër, jugën e Shqipërisë, po jo vetëm, me impakt në... Si ha njerëzit e mirë këj vënd, është e çuditshme. S'është as pak e çuditshme, po nejse. Sejfullah Malshova, për cilin im gjysh thoshte shpesh që po t'ishte bërë ai në krye të vendit, po ta drejton në vendit, do ishim një Zvicër jo vogël, por e madhe. Ka që vërtetësh, ka që... Nuk e di çfarë fati do kishte nëse Sejfullah Malshova do ishte në krye të Partisë së Punës, Partisë Komuniste fillimisht e Partisë Punës më vonë, por Sejfullah Malshova ishte një nga ato figura të tranzicionit, pra e gjejmë dhe para lufte dhe gjatë lufte dhe pas lufte. I cili kishte ndërformimin ideologjik, sidomos në periudhën pas lufte ku ngelën shumë pak kokra, ndoshta më i formuar ideologjikisht. Për mua më i formuar ideologjikisht periudhën pas lufte. Jo vetëm se vinte në një formim gjithashtu harvardian, por ishte një njohës i mprehtë i marksizmit teorik. Kishte jetuar pikërisht në Moskë dhe në Shën Petersburg, ishte pjesë e këtij grupi, me Tajar Zavalani, me Alim Xhelon, me Ali Kelmendin,
me herë, por nëse Alim Xhelo dhe Ali Kelmendi ishin më tepër aktivist politik, në ky hynte te grupi mendimtarëve politik. Dhe mendimi ishte forca e tij kryesore. Mendoj që ai u akuzuan në mënyrë super të padrejtë si oportunist, sepse në këtë Enveri imitoi Stalinin, pra fillimisht i dënonte si sektar një grup, për shembull grupin e Koçizozën e tjerë, si radikal të majt dhe kështu me radhë, dhe pastaj dënonte grupin tjetër si oportunist. Dhe këtu i ra fati keq Sejfullah Malëshovës, i cili ishte, si thua, prisi intelektual i këtij grupi, po çdo të thotë oportunist, apo çdo të thotë rrëshqitje ideologjike në të djathtë, të themi, në rastin konkret të Sejfullah Malëshovës, ndërkohë që ai ishte një majt ideologjik, ndërkohë që ai ishte ndër paktet që kishte shkruar, kishte kontribuar në formësimin e lëvizjes antifashiste si një lëvizje jo vetëm e rezistencës ndaj okupatorit në mënyrë të armatosur, po edhe një lloj formësimi, mbrojtje ideologjike që pati, kishte një kontribut shumë të rëndësishëm në plenumin e Beratit, dhe ndoshta kjo ishte e pafalshme për Enver Hoxhën, sepse ju e dini që plenumin e Beratit Enver Hoxha shpëtoi përqime, në një farë mënyrë ishte bashkë me konferencën e 56-ës, ishin dyna momentet që u lëkun pozitët e tij, po sidomos plenumin e Beratit. Edhe 56-ën. 56-ën unë mendoj që nuk ishte aq. Apo kishte për vetë 56-ën që të. Po grupi 56-ës ishte shumë divers. Enveri ndërkohë kishte çimentuar pushtetin e tij, u kthye me shpejtësi, arriti të përçante, pra 56-ën mendoj që do ishte është më tepër trajtesë mediatike se sa realisht që ai rrezikonte të vinte fundi politik, kurse plenumi i Beratit po. Me thënë Enveri nuk ishte këtë njohje publike që kishte tani, partia ishte shumë më diverse përsa i përket grupe dhe flukseve të ndryshme, Sejfullah Malëshova ishte një zërar kryesor aty në plenumin e Beratit, në kritiket e hershëm të kultit të Enverit, dhe kjo gjë i ka kushtuar Sejfullah Malëshovës që të kishte natyrisht jo fundin tragjik që pati ndoshta në një tjetër, pra nuk përfundoi me përshkatim, nuk përfundoi e varrosi Varmiesi, pa njeri fare. Po Varmies në qytetin e Fierit, do me thënë pra një njeri i degraduar, të themi, në anën shoqërore, dhe ajo që ndoshta ka shpëtuar për një fund akoma më tragjik, që mbyllja e gojës së tij, dhe madje tregojnë dhe episode, ndoshta në kufite anekdotik, që ai refuzonte të fliste me këdo dhe me cili do, duke e njohur nga brenda natyrën e sistemit, e dinte që çdo fjalë që ai thoshte mund të përdore kundër tij dhe ndoshta heshtin në mënyrë vetëdijshme për të shpëtuar një fati tragjik. Ditar nga e kaluara. 10 prilli është dita e 101 e këtij viti. Deri në fund të tij janë edhe 265 ditë. Më 10 prill 1921 lindi dirigjenti i parë i Filharmonisë Shqiptare dhe më pas i Teatrit të Operës dhe Baletit, muzikanti Mustafa Krantja. Gjithashtu më 10 prill 1978, Këshilli i Ministrave mori vendim për rritjen e fondeve dedikuar ndërtimit të Muzeut Skënderbeu, i cili u çel në vitin 1982. 10 prilli 1994 është një ditë e trisht për ushtrinë dhe sigurinë tonë kombëtare. U vrën nga Mavi, kapiten Fatmir Shehu dhe ushtari Arsen Gjini.